takova dikë që parë, edhe po i tregoja për projektin e Unitas, edhe në një moment më tha, po ju që keni si masonët, thënë. Jo, ne jemi më të ngjashëm si Rotary Club, se sa si masonët, po, do kryejmë një vllazëri, është një vllazëri ekonomike, është një vllazëri vetëm me biznesmen, nga i gjithë bota, ku do ketë zyra specifike në secilin shtet, do ketë business clube, vende ku njerëzit takohen, ku njerëzit bëjnë biznes, ku njerëzit shkëmbejnë mendime, kanë nevojë për diçka, e kërkojnë edhe për njohuri dhe për të ndihmuar të tjerët. Tek Unita do të jetë vetëm prizëm ekonomik, biznesi, zhvillim, pozitivitet. Është një familje e madhe ku në momentin që ti bëhesh pjesë, bën një betim, jep një fjalë që ti do ndihmosh vëllezërit dhe motrat e tua. Ti do bësh biznes brenda grupit. Nëse është një shërbim apo një produkt do ta marrësh, do shohësh një herë brenda grupit, pastaj jashtë saj. E njëjta gjë do bëjnë dhe të gjithë. Dhe secili do bëj nga një favor. Në momentin dikush që është antar vjen tek ty dhe merr një shërbim apo një produkt, ti duhet ta respektosh me diçka më shumë.